dalë për qendrës tregtare, disa persona të armatosën të cilën e kam me hinë këmbe, më kanë sulmu edhe më kujtohet që veç trupi kur më kanë nxejë. Ata ishin kanë se më shefën, janë dalë për aty në kerët vetë edhe të varë të gjujtë mu, kom në koma, kom në 13 vetë, 80% e kam palje veç, me majtën e kam prej këto nërgu e poshtë. E kam palje vetë shme. Shumë problem ja dalë. Se ka të lashe shumë dhoja. Ja për mjek, ja për balna, ja për... I kam 4 fëmijë, plus nanën, babën. Po, me ujtë me pas pare, me shkuq atje. Besoj që shumë shpejt i shkryke varpune, po tash për këto është. Për vetë i kam dhimë shumë. Në mars të këtij viti, gjatë kryerjes së detyrës së sigurim fizik, Fahri Ademi u plagos nga të shtënat me armë zjarri. 7 muaj më vonë, ai rrëfen për insajderin se çfarë ndodhi në ditën që ia ndryshoi jetën, si u sulmua ai me kolegë nga 4 persona, njëri prej cilëve si shkak i plagëve të marra vdiq në spital disa ditë më vonë dhe sfidat me të cilat ai po përballet gjatë procesit të trajtimit. Zoti Ademi fillimisht apo na tregon se çush ka ndodhur ngjarja ditën kritike. Ditën kritike ka ndodhur, ngjarja ka ndodhur më 17 mars 2025. Kam qenë punë, duke punu, pasi kom qenë në qendër tregtare, këto, Prishtinë, të dalë për qendrës tregtare, disa persona të armatosën duke hyrë në kamp ato, kambet punës, na kanë sulmu. Unë për vete, mu kanë sulmu personalisht to, kolegen ju, ato s'kanë mujtë, edhe të e qelë derën e kambet, unë kujtohet si kur sot, të e qelë derën e kambet me hinë kambe, unë kanë sulmu edhe unë kujtohet që veç trupi kur mu kanë nxejë. Qëtë pjesën qiknene, ku më kanë dëmtu bushtin kurizor, do më thonë. Do të thonë sulm me armë zjarri ka. Po, kanë qenë 4 persona, si pas policisë, për vetës më kujtohen që ashtë njerëzë sa kanë qenë, që kanë qenë krejt, po si pas policisë që kanë qenë të në këto, kanë thonë që kanë qenë 4 ose 5 persona ato. Do të thotë, ju punojnë sigurim fizik, në atë kohë keni shku me i marë shumë monetare prej një bankomate që është brenda qendrës. Jo, bankomate ka qenë bankë, do më thonë. Dega bankës në qendrën tregtare. Edhe ju një kanë ty dalë edhe keni pas me pare. Po, unë si kom pas, i ka pas ai kolega, po në tu qelë derën e kombit me hinë kombi, edhe mu më kanë sulmuar. Ata ishin kanë se të më shefën, një kambi një kërë për masanena, që si pas policisë edhe i e nërë në drejtem. Kanë të orë të gjujtë. I e ndalë për aty në kërët vetë edhe të orë të gjujtë mu. Edhe më kanë dëmë që më kanë plagos. U orë dhe emergjenca më ka marë, më kanë që në spital, 13 ditë kom në spitalet në Prishtinë. Kom në koma, kom në 13 ditë. Përveç ditën e fundit më kanë që për Turkia atje. O në aeroplanë më ka marrë në aeroport Prishtinë, edhe më ka shua që direkt. Atje më kanë operu në pasën kurizore, që më shtyllën kurizore ato për masë, mi kanë dëmtu nervat e kamve, do më thonë kam qeni paralizun atë ku. Që s'ku mujtë me levis kur gjë heqë, asane, askne, përveç qafës që ku mujtë me levis. Po, tash, që keni gjendje shëndetësore? Së tregoj që plumbi ka kalu në shtyllë kurizore, mirë po problemin kryesor tash e keni të kamët. Tash problemin kryesor e kam të kamët. Qitë kamën e djathë e kam gati 80% paleveshme. 80% e kam paleveshme, majtën e kam prej këto nërgu e poshtë. E kam paleveshme. Edhe shpresat janë që më kanë thonë që më nësh me ecë, veç me bo fizioterapi, po se di që kjo kamë e djathë nuk është unë gjallë shumë pak eqë. E majta, kjo qysh jë marrë gati edhe në Turkije kom posi gjendje. Po, që kjo djatha shumë pak. Tash se di, me fizioterapi jem të bo për det, të shkon fizioterapi edhe të këshyrën të qysh. Po, doktorat më kanë thonë që ka shpresa më këthy, veç i duhet rikuperimi i nervet. I nerva më rikuperu, merë ka gja shumë edhe më kanë thonë që me fizioterapi ka mundësi, të në 80% qyshe ka më këthy. Në është ta 100% jo më këthy, po 80% më këthy e qyshe. Do të esenca tash është fizioterapin me vazhdu. Veç me fizioterapi. Po, e dim që trajtimi mjekësor është edhe proces që kushton,
edhe fizioterapia normal duhet me bë seanca shumë dhe se cila seancë duhet është e kushtueshme. Mirë po edhe trajtimi në Turqi, ju më thatë më herët që trajtimi më i shpejt edhe më i mirë mundet me ndodhur nëse shkojnë në spitalin në Turqi për shkak të pajisjeve që i kanë atje. Mirë po gjendja financiare aktualisht ja uncën diçka të tillë. Edhe këto kret doktorët më kanë thonë që ka mas mirë është me shku në Turqi me bëhe fizioterapit me robot. Këto robota s'ka. Jo vështu po në Ballkan kërkon s'ka. Përveç në Turqi, ndo shtetet të që janë zhvilluar shumë, si Turqia që është. Atje më ka thonë mund është me shku, atje është, por me shku atje është 1000 euro nata, me shku me bëhe fizioterapi. Do më thonë me nejnë spital tyne ato. Shumë cilën ju si qytetari Kosovës që keni gjendje mesatare ekonomike nuk mundi me përballu. Në përballan jo vetëm, po edhe ka shumë përveç biznesmena që mundemi me përballu se kërkosh. Se kushton është e kushtueshme. Se mas pak të 3 muaj ditë duhesh me shku me hinë që ata robota. Edhe me ecë me ta. Do të thonë që ai bën dikon 90.000 euro për 3 muaj. Që është jashtëzakonisht shumë. S'na përballon. Njerëz që thjesht janë njerëz persona fizik që punojnë me një rrugë s'mana. Natyrisht që dëshira ju është për me u rikthy në gjendje që keni pas më herët edhe me u rikthy jetës që keni pas më herët. E po besoj që ndoshta edhe ndihma njerëzve për sa të që kanë mundësi shkojnë mirë së ardhur. Ora për vete, jo, falni. Jo mirë së ardhur, por shumë është e mirë së ardhur. Sa është problem, shumë problem ja do se puna. Shumë është problem ja dol. Se ka të lashe shumë dhoja. Ja për mjek, ja për balna, ja për... I ka 4 fëmijë, plus nanën, babën, edhe pse u ndihmoj ka pak vllaznia, motrat e sene, po është problem ja dol. Dhe se vazhdo gatë ke farë punë është problem. Ju duhet me ju rikthy punës, me ju rikthy jetës. Po është problem edhe me ju rikthy se s'mon është. Po, mendimin e njerëzve po mendoj mandej trajtimin është ta bëhet më i lehtë. Po, me pas pare, me shku që atje, besoj që shumë shpejt që shkry kjo varë punë, po tash për këto është, se di. Shumë ka dalë tu, shumë. Po besoj që kjo gjendje ju ndikon në gjendjen ju emocionale, se nështë ata që keni komplet një stil tjetër tjetës, ju duhet me qëndru brenda, po i shohim që jeni edhe për dëru si karrocës tash. Ja u ka bo jetën më të vështirë kjo, përveç se financiarisht. Po në për veti, ju mësu edhe ju më dalë shumë. Edhe punë e kom pas teren, po edhe kështu ju më dalë gjithë, ja male, vjetë, diqka, shpes kom nej shumë pak. Edhe tash me kam shumë problem. Po e zëgu të i malë, nështë e shala, bilin në ervat me ironë në kryve, se me bo diqka veç pak të me rshit, është problem. Edhe marë nësë me rshit, që dhe në Europë ta psikiatra më ka thonë, që veç me në ervat që shi. Apo gita e lashët, është në erë mirë jam. Sabër për kam, ta në mirë jam, besoj që kom ja dollë, po, se më ka thonë, kretë që e kanë qitë problem, kanë probleme me nerva, kanë me nervoza, me sisana, është kanë të lashë shumë. Edhe ka ankesa për familjarëve, për shtëpisë tyne që zinas vetë ata që me bo me ta. Po se izolimi e bën se bon, që është të bon shumë nervoz. Edhe dhim të e bojnë ato të vetën. Për vete kam dhim shumë, të më thonë që të kalëzova edhe më herë që me nervat, kam problem shumë, se këtë nerve, të më thonë, gjumë pe kaj, ka për dhim, që të nguj kam. Dhe pse doktorat më ka thonë që këtu s'ki kur gja. Kur që këtu e ki mire, e kresene, po se ka ma është, të më thonë, pa ndjenja, pa kur gja. Po nervi i bushtë kurrizor gjumë ka.